Mirë se erdhe në botën ku askush nuk është i pafajshëm. Sekrete shqiptare, vendi ku rrëfimet më të thella, më të ndaluara dhe më të pathëna të shqiptarëve marrin zë. Na bëni subscribe për histori të ndryshme. Zhdukja e Remzi Hoxhës, e vërteta që ende nuk është zbuluar. Në 21 tetor të vitit 1995, figura publike dhe sipërmarrësi i njohur asaj kohe Remzi Hoxha u zhduk në mënyrë misterioze nga Tirana. Ai menaxhonte fabrikën Albatros dhe ishte aktiv në komunitet, por as sot që kanë kaluar shumë vite, nuk dihet saktë se çfarë i ndodhi. Pas shumë vite shkërkime, dhimbje dhe përpjekje, shumë fakte të reja kanë ardhur, përfshirë edhe brenda vitit 2025, që ndryshojnë disi kuptimin e historisë, por e vërteta ngelet akoma shumë relative dhe shumë mister. Kujtojmë që faktet fillestare që dihen prej kohësh janë dhe ngelen të vetmet. Remzi Hoxha është rrëmbyer në vendin e punës nga persona që pretendon se ishin nga Shiku. Pas atij momente nuk ka pasur asnjë kontakt dhe asnjë njohuri për të. Ai ka qenë i akuzuar nga grupi që përbëhej nga individ nga Shiku si Ilir Kumbaro, Budion Meçe, Avni Kolltashi, Arben Sevgjini dhe disa të tjerë. Hetimet nxorën që Remzi Hoxha supozohet të ketë vdekur si pasojë e torturave, por pa trup, pa vendvarri dhe pa prova fizike. Faktet e reja që janë zbuluar me kalimin e viteve janë disa. Kujtojmë rihapjen e çështjes nga gjykata e lartë, fakti që gjykata e lartë apo instanca të tjera juridike e kanë rikthyer çështjen e Remzi Hoxhës në shqyrtim është një nga zhvillimet më të bujshme. Kjo do të thotë që disa akuza apo hetime të mëparshme u rigjikuan edhe pas kalimit të shumë viteve, duke qenë se u mblodhën informacione të reja. Kujtojmë ekstradimin e dëshmimtarit Ilir Kumbaro nga Britania. Ky ishte një ndër zhvillimet më të mëdha. Ilir Kumbaro akuzohet për pjesëmarrje në rrëmbim dhe torturë në rastin e Remzi Hoxhës, i cili u arrestua në Londër pas 13 vitesh duke përdorur identitet të rrem. Në Londër u vendos në Londër që ekstradimi të mos cënojë të drejtat e njerëzit, duke bërë të mundur sjelljen e tij në Shqipëri për gjykim. Më pas kujtojmë lirimin nga bajret e apelit të Arben Sevgjinit. Arben Sevgjini është një nga të akuzuarit kryesor në këtë rast, i cili u lirua nga gjykata e apelit sepse gjyqtarët arritën në përfundimin se ai nuk paraqet rrezik për braktisje, për ikje, edhe pse akuzat për torturë dhe vrasje janë shumë të rënda. Më pas kujtojmë vdekjen e Budion Meçës, një faktor shumë i rëndësishëm ky që rëndon mbi këtë çështje. Budion Meçe, një prej personave që pretendonte se kishte dieni ose informacion, vdiq. Djali i Remzi Hoxhës, Ardian Hoxha, ka deklaruar në vitin 2025 se vdekja e Meçës ka hequr një nga fijet dhe udhët kryesore për zbardhjen e rastit dhe se dëshmia e tij nuk mund të merret më duke qenë se ai ka ndëruar jetë. Kujtojmë vendimin për të ndërprerë kërkimin për eshtrat. Në vitin 2025, familja e Hoxhës bëri një vendim shumë të rëndë. Pas 25 vitesh kërkime pa rezultat, u njoftua se kërkimet për eshtrat u ndërpren. Dhe sipas djalit Ardian Hoxha, u ndërtua një memorial. Kjo do të thotë që nuk është një dorëheqje, por një ndryshim strategjie. Nuk u prit më që institucionet të sjellin informacion, por familja e kujtoi babajen përmes memorialit dhe hoqën dorë nga kërkimet për të. Kujtojmë gjithashtu akuzat politike dhe zhgënjimin ndaj institucioneve. Ardian Hoxha deklaroi se kur partia e Edi Ramës ishte në opozit, premtoi se do të zgjidhte rastin Hoxha, por kur erdhi në pushtet nuk u bë asgjë konkrete. Ata shprehen zhgënjim dhe supozojnë se çështja është përdorur politikisht për fitues vote dhe nuk është trajtuar me seriozitetin e duhur.
Pengesat që kanë bërë më të vështirë zbardhjen e ngjarjes kanë qenë disa. Problemi më i madh për drejtsinë ka qenë pikërisht mungesa e trupit, sepse nuk ka një varr, nuk ka vend varri të konfirmuar. Kjo vështirësoi akoma më shumë procesin e identifikimit. Gjithashtu dëshmimtarët që kanë dieni dhe pretendonin se kishin dëgjuar tortura apo ulërima nga vendi ku ai supozohet të jetë mbajtur ose torturuar, pra në Lezhë, nuk ka dokumente apo prova fizike që të vendosin saktësisht se çfarë ka ndodhur. Politika shpesh përmendet si një pengesë, akuza se figura politike të kohës nuk kanë lejuar që të zbulohet e vërteta plotësisht, dhe se shumë nga autorët potencial janë ende jashtë përgjegjësisë ose kanë fituar lirime. Mirë po pas më shumë se 25 vitesh, rasti vazhdon të jetë pafund për të zbardhur. Asnjë trup nuk është gjetur, asnjë varr nuk pret familja. Familja konteston se drejtësia nuk ka bërë mjaft për të sjellë eshtrat ose për të konfirmuar vendodhjen e tij. Propozime publike për të emërtuar rrugë me emrin e Remzi Hoxhës janë bërë në disa qytete për të mbajtur gjallë kujtimin dhe për të kërkuar drejtësi. Në fund të fundit është një ndër rastet misterioze se si mund të zhduket një njeri, një biznesmen i asaj kohe në mënyrën më të çuditshme dhe që pas kaq shumë vitesh nuk ka dalë e vërteta dhe nuk është zbardhur as çereku i ngjarjes. Pyetjet që ende nuk kanë përgjigje janë të shumta. E para, ku janë eshtrat e Remzi Hoxhës? Kush i mban ose ku janë fshehur? A ishte zhdukja e tij një akt shtetëror i planifikuar me përfshirje të direktorëve të shikut dhe politikës së lartë? Pse nuk u krye asnjë kryerje plotë e hetimit që të arrihet në një vendim përfundimtar? A ka dëshmi të reja që mund të nxjerrin në dritë vendodhjen e tij? Këto dhe shumë pyetje të tjera janë shumë enigmë në këtë rast, duke qenë se është një rast aq specifik sa edhe vetë drejtësia ndër vite nuk ka gjetur një përgjigje për asnjë nga këto pyetjet, aq shumë sa familja e të ndjerit janë dorëzuar totalisht dhe e kanë pranuar si fakt që as eshtrat nuk do të gjenden, as varri nuk do të gjendet dhe as drejtësia nuk do të zërë vend në këtë rast.